Përshëndetje dhe mirë se vini në puntatën e radhës së emisionit Përshtjellim. Sot pikërisht për të përshtjelluar sadopak situatën dhe në studio, po për të folur dhe për përshtjellimin e madh publik në kuadër të revolucionit Flamingo, por edhe për zhvillimet politike. Kam nderin të ftoj në studio një nga aktivistët e hershëm, tashmë politikanin dhe kryetarin e Partisë Shqipëria Bëhet, zotin Adriatik Lapaj. Mirë se vini. Mirë se të gjeta. Urime për emisionin. Faleminderit. Në fakt unë tiku para se të fillojmë të çështjet e tjera, jam kurioz, jo vetëm personalisht se bashkë njemi prej shumë vitesh, por edhe për publikun, se kush ishte shtysa jote fillestare për t'u bashkangjitur fillimisht shoqërisë civile në zërin e një aktivisti dhe mandej për t'u hyrë politikës. Unë kam thënë, nuk e dia kam thënë publikisht, në angazhimin publik kam hyrë krejt rastësisht. Ka qenë në 10 qershor i vitit 2012, në ditën e përkujtimit lidhjes Prizrenit. Jam ndodhur me një grup miq në Kosovë, në Prizren, dhe në një emision publik që tituohej atë kohë mbaj mend Shqip, e zonjës Rudina Xhunga. Nga audienca më ka ngel mikrofonin në dorë, se po merrej mendim i audiencës, edhe mu bë një pyetje, fola. Të nesme në rrugë gjeta veten si njëri që qytetarët i thoshin, në ti ai djali që fole dje, dhe ky që kontakti i parë me publikun. Besoj ishte 21-22 vjeç në atë kohë? Kam qenë kam qenë po 22 vjeç. Në atë 21-22 vjeç, në atë tranzicion e moshës. Ndërkohë kam qenë në fakultet, kisha mbaruar bachelorin, isha në master, dhe sigurisht që fakulteti i drejtësisë ka qenë gjithmonë një farvatre e angazhimit për shkak të profilit që aty kanë studentët dhe pedagogët, dhe kanë qenë ato kontaktet e para në protesta, mbaj mend personazhe të ndryshëm, edhe aty jemi një orë dhe bashkë, Erion Kriston e këta të gjithë, dhe fillon ishte betejë e ekipit për plerat e meradh dhe praktikisht shkova me një pasion shumë të madh drejt publikës. Dhe kështu ka nisur, pastaj nga ajo kohë deri sot, pra nga 10 qershori 2012 deri sot nuk ka pas asnjë ditë pushim në angazhimin publik. Tani publiku ju njeh në disa lloje të ndryshme kostumi, por që natyrisht të bashkëlidhura mes tyre. Ju njeh në rolin e një aktivisti, siç e thatë që është në krye të herës, në lidhje me disa nga protestat iniciuara ose të drejtuara prej jush. Ju njeh në rolin e aktivistit të hershëm të lëvizjes së Kështik Spajut, në atë Alianca Kuqezi, mandej nismë Sturje. Natyrisht ju njeh edhe për nisma lokale që kanë pasur një sensibilitet lartë, si pastrimi nga gomat e detit në Sarand, apo nisma të tjera të këtij karakteri, të cilat synonin një sensibilitet jo vetëm lokal, por edhe ndërgjegjësim kombëtar. A ka qenë lehtë apo kush kanë qenë sfidat, do të thënë, e veshjes së kostumeve të ndryshme, pavarësisht se këto janë të bashkëlidhura? Vërtet është që në shoqëri si kjo e jona, rruga e drejtë është rrugë e gjatë. Rruga e drejtë është rrugë me gjëmba, me xhama të thyer. Nuk është mirë ndoshta që të rinjt e hershëm ta dëgjojnë, po duhet ua themi. Po është një rrugë që të bën të flesh i qetë edhe me dinjitet. Nuk është e lehtë të jesh krahas të drejtës në një shoqëri që stimulon të keqen. Ke marrë kosto personale? Absolutisht, jashtëzakonisht shumë. Kosto më e madhe është koha. Për një njeri koha është gjëja më e vyer. Koha që ti i përkushtohesh, rinia që ti e kalon shesheve, rrugëve, protestave, përballjeve, dhe ka diçka që harrohen rrugës. Pra, kalon koha edhe relativizohen. Por prap njeriu llogariti bën me veten, me ndërgjegjen. Kështu që unë personalisht edhe po të kthehesha pas do ta bëja absolutisht të njëjtën rrugë. Mendoj që kemi bërë goxha gjëra të mira me shoqe, koleg, dashamirës, të kazove publike, të cilat kur kthej kokën pas mendoj që janë nga një tull e vendosur në këtë rrugën e mundimshme të ndryshimit dhe demokratizimit të Shqipërisë. Ke menduar ndonjëherë për të ikur nga Shqipëria? Fjala bie Kështik Spaju me që përmendëm, thotë tonë në Gjermani apo të tjerë aktivistë që kanë qenë në krye të erës janë larguar, kanë zgjuar rrugën e largimit. Kam luftuar dhe po luftoj shumë fort sepse nuk kam dashur kurrë të ikë nga Shqipëria. Kjo është një nga arsyet kryesore pse një angazhim i tillë ka qenë i pandërprer. Nuk pretendoj që Shqipërinë apo botën mund ta ndryshoj vetëm unë, po mendoj që nëse secili nga ne
intelektual të rinj të këtij vendi bën atë pjesën e vet, mendoj që krijohet një kohezion më i madh për të sjellë një ndryshim çdo ditë më të dukshëm edhe më të shpejt. Edhe pse e vështirë, gjithmonë e vështirë. Vim te Shqipëria bëhet. Natyrisht kjo lëvizje këtu në formacion politik pati një rezultat shumë të mirë elektoral, mos gaboj diku te 69.000, 70.000 vota. Lëvizja ka marrë 64.264 vota të vlefshme dhe rreth 16.400 vota të pavlefshme, në total 80.600 vota. Pra kjo është një nga gjërat që brenda një kohe të shkurtër arriti të marrë një numër të konsiderueshëm votash. Gjëja tjetër është që ndryshe nga shumë formacione politike, partitë vjetra dhe të reja të vogla, përveç dy të mëdhajave, aty ka dhe figura të tjera që janë kultivuar gjatë viteve, pra nuk është vetëm Adriatik Lapaj dhe vështirë të thuash, pra ka disa figura, Dorina Prethi, Det Prenga, Elton Laskaj, e tjerë, cilët natyrisht janë njohur për aktivizimin e tyre publik ose janë kultivuar gjatë kësaj kohe, domethënë, janë rritur politikisht. Por natyrisht ishte edhe ajo çështja e ndarjes me nismën Thurie, në të cilën ju keni qenë bashkëthemelues në kryet e erës para se të krijonin Shqipëria bëhet. Gjë që ndoshta edhe për votuesin tuaj nda një pak shije të hidhur, sepse nuk u transferuan qofte në një mandat parlamentar që për të vërtetës ju takon të ju si mi votuari i kësaj liste. Shiko, cilat ishin leksionet ju nxorët nga kjo histori? Kjo që ka ndodhur deri tani është dëshmi e qartë e vërtetësisë të kësaj që po bëjmë. Pra nëse dikush ka pritur që kur ti del në një luftë antisistem, të ta shtrojnë me tapet kuq dhe ta kesh rrugën e lehtë, kjo nuk është e vërtetë. Nëse ty të bëhet rruga e lehtë, do të thotë që ti nuk je bio, nuk je i vërtetë, nuk je antisistem. Je në dukje antisistem, po je thjesht një prestanome e sistemit. Sepse sistemi kërkon një trashëgimtar për të bërë tranzicion të butë. Por nëse ty rruga të bëhet tmerrsisht e vështirë, me intrigë, me kurthe, me sulme, me baltë nga çdo anë, kjo është qartësisht dëshmi e faktit që ti je aty bio, je i vërtet, je i pa kapur, je i pa shantazhueshëm. Dhe në një kohë të shkurtër, gjërat nganjëherë duken u bubu. Dhe dëmtojnë, është e vërtet, dhe i mërzisin njerëzit, por kur koha shtrihet dhe kalon dhe njerëzit e shohin nga një perspektivë më e qartë, më e qetë, dhe shohin se disa lëvizje të tjera ndodhin, dikush bëhet avokat populli, ndërkohë që deri dje shante partinë apo ishte kundër saj partisë që votoi, dhe si antisistem. Dhe vërtetohet pastaj që ti je ftuar për të qenë pjesë e sistemit dhe nuk e pranuar sepse ti e sfidon, siç e kam sfiduar unë Edi Ramën në të gjitha emisionet dhe sot këtu. Dil dhe thuaj që nuk e ke ftuar lëvizjen Shqipëria bëhet jetë pjesë e qeverisë. Dil dhe thuaj. Sa ka qenë publike apo private? Në dy raste përmes të deleguarve. Dhe ne kemi qëndruar. Nominale apo si forcë politike? Nominale. Dhe unë si përfaqësues, pastaj për forcë. Dhe ne kemi qëndruar. Sigurisht që nëse dikush ka prit të jetë e lehtë, unë i them që rruga për të ndryshuar një vend dhe një shoqëri nuk është e lehtë. Është det me dallë. Nëse dikush ka pritur që të lundronim në ujëra të qeta, kush është që është rritur në Bregdet e di mirë që duhet të jesh diku në Breg. Po u futen me zokanal për të kaluar Italinë, për të shkuar në bregun tjetër, do kalosh gjithmonë në det të keq. Kështu që ky është një moment shumë i rëndësishëm. Qëndrojmë pak te zgjedhjet, mund të i rikthemi pas momentit. Ju një gjë tjetër që më bëri përshtypje është se kishit marr, mos gaboj 3.5% të votave në shkallë 4% kombëtare dhe 8.5% në votën e diasporës. Do të thënë 3.54 dhe gati dy fishin e tyre ose më shumë se dy fishin për sa i përket votës diasporës. Po, është vërtet. Kjo si rezultat i aktivizmit tuaj të shtuar në diasporë, si rezultat i strategjisë që ndoshta nuk rezultoi efikase sepse nuk u përqendruat në qartë të vetëm, po u përqendruat në gjithë territorin e Republikës, përfshirë të diasporën, apo domethënë cilat ishin leksionet ju nxorët? Para një ne jemi lëvizje, edhe pse nuk themeluesit e saj nuk janë njerëz që jetojnë në diasporë, lëvizja jonë gjerësisht njihet si lëvizja e diasporës, praktikisht, sepse ne nisëm me kauzën e ligjit për votën e diasporës, pas 34 vitesh, 33 vitesh që flitej por nuk realizoi. Bëm një tur me 37 takime në diasporë, e ngritëm frymën, shkruam një projekt ligj, i mblodhëm 20.000 firmat, e propozuam projekt ligjin, e çuam në parlament, u miratua, u votua. Praktikisht ky ishte një rezultat logjik
Ne mendojmë që ligji për votën e diasporës nuk është interpretuar sakt në këto zgjedhje, si çdo gjë në këtë vend që deformohet, por kjo nuk na bën pishmend, kjo na bën vendosur që një ditë ky ligj të zbatohet si duhet. Si shpjegoj atiku që 80% e votës shkoi pastaj për partinë shtet ose për partinë socialiste? Nuk shkoi 80%, ka shkuar për të vërtetës. Po flasim për votën kryesisht të Greqisë dhe të Italisë. Në Greqi po në tërësi ka shkuar rreth 60%. Dhe po të shohësh se kjo është dhe përgjigjja e pyetjes. Në fakt në diasporë Edi Rama ka humbur përveç 2 shteteve. Po ishin shtetet që përfaqësojnë 78% votës. Të lutem. Kjo tregon qartësisht dorën e zgjatur të Edi Ramës në këto 2 shtete. Nuk e kish dot dorën e zgjatur në Kanada, në Suedi, në Angli, në Gjermani, në jo. Shikojeni si u bë procesi në Greqi. Nuk e bëri DL-ja. E nën kontraktoi në disa kompani atje dhe kaloi në një proces taos që shkonin atje me nga 1000 vota edhe me bagazhe makinash. Të lutem, edhe në Itali e njëjta gjë, domethënë, le të jemi realist. Për shkak se vota e diasporës që e përqendruar në këto 2 shtete dhe në këto 2 shtete ky kish mundësi përmes patronazhimit vet dhe se janë afër bënde atë që bëri, u disbalancua, por në diasporë, në të gjitha shtetet e tjera Edi Rama ka humbur. Dhe kjo tregon qartë që fryma ka qenë kundër tij, por zbatimi i ligjit dhe i marrëveshjes nga DL-ja nuk ka qenë nivelin e dur. Ende sot DL-ja nuk i ka çuar pasqyrat, ende sot nuk i ka çuar pasqyrat e firmave që duhet t'i jepnin qytetarët që firmosin për votën. E dini këtë apo jo? Kish një rregull aty, kur ti çoje votën te dikush, duhet i merrje atë firmën. Nuk ende sot nuk ka pasur. Keni kërkuar ju zyrtarisht? Nuk i kanë sjellë, edhe çështja e lekëve nuk ka pas probleme me pagesat, sepse duhet nga KQ-ja të vinë. Dhe ne nuk do e lëmë, ne do ta çojmë, jemi duke hetuar atë çështje, do ta çojmë në prokurit posaçme. Vetëm në qarkun blor, vota e diasporës bëri diferencë në fitimin e një mandati më shumë nga Partia Socialiste, apo jo? Shiko, unë mendoj kështu. Jo, nuk është e vërtet kjo. Ka disa qarqe që kanë ndodhur. Unë mendoj kështu. Vota e diasporës është një arritje e madhe. Mendoj që ka vend për përmirësim, po duhet mos e harroni. Nuk është problemi i spitalit se mjeku merr lek. Është problemi i sistemi i cili nuk e paguan mirë mjekun dhe i mjeku që arrin të bëj korrupsion në spital. Nuk është problemi i institucionit të gjykatës se në gjykatë deformohen pronat, apo se bëhet padrejtësi, apo se bëhet korrupsion. Është problemi i sistemit që prodhon këtë padrejtësi, jo vetë institucionit dhe i ligjit. Nuk është problemi i votës diasporës si koncept dhe i ligjit për votën e diasporës, është problemi i sistemi që mendon se si ta manipuloj vullnetin popullor, duke detyruar administratën që 5 familjar jashtë i dërgojnë votën me foto dhe ta bëjnë këtë gjë. Po si mund parandalohet kjo në të ardhmen? Kjo parandalohet përmes një vullneti popullor, ndërgjegjësimit të përditshëm. Dikush më thot, po 80.000 vota nuk u përkthyen, është absolutisht nuk është e vërtetë. Ato 80.000 vota demaskuan në mënyrë lakuriqe përballë çdo ndërkombëtari dhe çdo qytetari gjendjen reale të ligjit elektoral në Shqipëri. Mendoni ju që njerëzit e kanë njohur ligjin elektoral si funksiononte në Shqipëri? Në tërësinë e vet? Jo, kjo është e vërtetë zoti Llapaj, po ka edhe një element tjetër që ju vetë keni pranuar publikisht, që nëse ju do ishit bërë bashkë informacione të reja politike, do ishit 13 deputet. Dhe ju vetë, po të ishte pastaj proporcionali kombëtar, mund të kishit 4 apo 5 deputet, edhe me numrin e votave që u numëruan. Pra ishin në një deformimet e kodit zgjedhor, bashkë me reformën e salamandrën që ajo prodhoi, dhe nga ana tjetër dhe mungesa e bashkëpunimit të formacioneve të reja politike, të cilët për isë vërtetës ju keni qenë të paktët që keni shtrit dorën e bashkëpunimit publikisht. Po për arsye të ndryshme jeni refuzuar nga është dëshmi publike, ky është fakt publik. 8 muaj e shtriva dorën, mora pas balt, mora pas shpifje te në gjykatë shkolla. Mora pas tradhti me dikë që arriti erdhi deri në destinacion. Dhe ne e bëm me vetdije dhe me ndërgjegje të plot përballë një nevoje që kishin qytetarët për ta krijuar një kohezion të një poli të ri politik. Nuk e bën. Tani, nëse ti më shtrin dorën, unë dëgjoj me grusht, nuk është faj jot më mik. Po fjala bie, unë kuptoj diferencat. Dhe ne kemi ndarë mendjen për të ardhmen. Ideore, vetëm drejt vetëm. Jo, i kuptoj edhe publiku që ka ndjekur e kupton diferencat ideologjike tani me Lëvizjen Bashkë, e cila është informacion i cili nuk pranon koalicion me asnjë informacion tjetër. Por me mundësinë për shembull, nuk është se ka ndonjë ndarje të madhe ideologjike apo
arsye të tjera përveç natyrisht ato që ndodhin rëndom në Shqipëri që pamundsuan daljen në një listë përbashkët e cila natyrisht mund të ishte përkthyer në më shumë mandate. Shikoj, e vërteta e madhe është që dukshëm ne ishim në një ritëm elektoral edhe jemi më të madh. Absolutisht. Që nga mitingjet, që nga ritmi i aktiviteteve, që nga sondazhet në atë kohë, nga çdo gjë, që u bë çdo gjë kundër lëvizjes, por ne prap nuk patëm arrogancën të cilleshim si vetmitar, si ata që mund ta bëjmë vetëm çdo ndryshim. Shtrim dorën, ruajtëm modestin, morëm goditje, nuk ka problem, e bëm me vetdije të plot që këto mund të ndodhin. Para mendoni sikur ndonjë nga këta të tjerët kish marrë 8600 vota. Suflisje dot. Jeni bërë pishman që personalisht bashkë me Pano, Sokon dhe të tjerë neglizhuat Tiranën, duke lënë Endri Shabani? Po, është nga gjërat që më dhëm në ato zgjedhje, domethënë fatkeqësisht. Unë personalisht mora përgjegjësinë e fushatës në diasporë dhe në gjithë Shqipërinë, fushatës kombëtare, dhe rezultati doli shumë i lartë, shumë i mirë. Ndërkohë rezultati i Tiranës qaj, sepse nuk u fokusuam, dhe ky është një gabim i madh shumë që erdhi për shkak të një marrëveshje të koalicionit. Gjithsesi, unë dua të shoh nga e ardhmja. Ne jemi shumë të vendosur. Dhe fuqia e një leadershipi, fuqia e një lëvizje, fuqia e bindjeve duket në ditën e vështirë. Duket kur ti je në atë momentin që të gjithë mund mendojnë që je mërzitur, je ligështuar, je dorëzuar. Përkundrazi, në atë moment ne kësaj here treguam vendosmëri. Ne treguam qëndrueshmëri. Ne treguam bindje. Shkuam dhe u përballëm me Edi Ramën kur kishte një vit e ca që nuk bëi protestë, në 8 dhjetor nisa protestën përballë kryeministrisë. U bashkuan aktivistët, shkuan përpara 108 ditë rezistencë përballë hajdutrisë së Belinda Baukut. Dhe i pyetje lidhje me zgjedhjet, pastaj kalojmë te pjesa pas. Ishit shumë afër marrjes mandatit në Fier, fjala bie, në Vlorë. Disa qytete. Lezhë gjithashtu ishit shumë mirë me votat. Pra, çfarë mendoni se nxorët si leksion këto zgjedhje për ta pas parasysh të zgjedhjet e ardhshme për të plotësuar këtë diferencën përveç ndryshimeve të mundshme në kod? Shiko, ka diçka, dhe këtë e them për qytetarët me shumë modesti. Kësaj here vendi është afruar thyrjes së sistemit, edhe me këtë sistem që është aktualisht shumë afër. Sepse ne kemi marrë në qarkun e Vlorës na duheshin dhe 707 vota për të marrë mandatin. Në qarkun e Fierit na duheshin 403 vota për të marrë mandatin. Ne kemi marrë 6000 vota në Korçë, ne kemi marrë 6000 vota në Elbasan, ne kemi marrë 6200 vota në Berat, ne kemi marrë rreth 6000 vota në Lezhë, ne kemi marrë 1500 vota në Durrës, ne kemi marrë 17600 vota në Tiranë. Çfarë duhet të them? Duhet të them që lëvizja Shqipëria bëhet është lëvizja që është më afër kufirit barrierës për kalimin edhe me këtë sistem të mandateve, sepse mund të ketë lëvizje të tjera, po për shumë ne në Korçë na duhen edhe 1800 vota për të arritur mandatin. Ndërkohë lëvizjes më të afërt pas nesh i duhen edhe 6000 vota. Ndoshta kjo është arsyeja. Ne në Elbasan e njëjta gjë, na duhen rreth 1800-2000 vota. Lëvizjes më të afërt pas nesh i duhen 6000 vota. Pra, qytetarët në zgjedhjet e ardhshme besoj duhet të jenë shumë objektiv dhe shumë të qartë. Kush është lëvizja që ka potencialin më të madh për ta kaluar barrierën? Se romantizma mund të krijohen më që del njëri merr 500 vota, tjetri 300. Kush është më afër? Më afër në mënyrë demonstrative jemi ne. Ne në Berat jemi 1800 vota larg mandatit. I referoni kodit aktual apo ndryshimit të mundshëm në një proporcional kombëtar? Ne i referohemi kodit aktual. Me kodin aktual, çdo qytetar që është kundër sistemit aktual, probabilitetin që ta çaj sistemin e ka përmes lëvizjes Shqipëria bëhet, sepse lëvizja Shqipëria bëhet është në kufit e mandatit në të gjitha qarqet e mëdha të vendit, në të gjitha. Po nuk mendoni se ju kanë penalizuar gjatë kësaj kohe përfaqësimi parlamentar jo adekuat, shumë është tjetër gjë që aty klapa në parlament është tjetër gjë. Dhe një herë, shiko, unë nuk fshiem zonja në fjalë pavarësisht. Ne nuk kemi përfaqësim politik në parlament. Zonja në fjalë është aty që të mos lejonte që ai mandat të shkonte Edi Ramës. Po nuk mendoni se kjo ka dëmtuar, sepse sido që tjetë parlamenti është një zë i shtuar në politikë më të lartë? Unë mendoj kështu. Unë mendoj që për çdo qytetar që e do të vërtetën, e di që e vërteta është që në atë parlament duhet të ishte njeriu më i votuar. Nuk besoj se ndonjë qytetar i Republikës ka dyshim që unë, Adriatik Lapaj, në atë parlament nuk do t'i përfaqësoja me ritmin dhe tonalitetin e dur.
apo avokate Greta Ambeli, që ishte gruaja më e votuar në Tiranë, një nga studentët më ekselente të brezit ton, medaliste Ari, nuk do të shkëlqente në atë parlament, por nuk e la sistemi. Do thoni ju, po ju e dinit sistemin, po ne ndaj shkuam për ta demaskuar sistemin, për ta tejkaluar pengesën e listave të mbyllura. Do thoni ju, po nuk u arrit. Po më thoni ju mua, Roma në një ditë është ndërtuar. Po më thoni ju mua, një biznes që hapin qytetarët, me njëherë i prodhon frutet. Po më thoni ju mua, ku nis një çift i ri, një familje të re, me njëherë hyn në apartament, në villa, me shtëpinë Bregdet, me shtëpinë kryeqytet, me ekonomi, jo. Puna, rruga e njerëzve të ndershëm është e vështirë, kalon në disa etapa. E rëndësishme është të mos demoralizohesh. E rëndësishme është të mos dorëzohesh. Dhe ne këtë po bëjmë. Dhe më thoni ju mua, dhe çdo qytetar që na ndjek, realisht, në atë parlament çfarë po bëhet më shumë se sa po bëju në rrugët e Shqipërisë? Më thoni një ligj te Edi Ramës e mbarova. Një ligj te Edi Ramës që e ka çuar si projekt ligj në parlament dhe nuk është miratuar, një vetëm. Zero. Më thoni një nen të projekt ligjeve që ka çuar Edi Rama që është arrit si pasojë e debatit parlamentar të ndryshojë. Zero. Më thoni një projekt ligj të vetëm të gjithë deputetëve në opozitë, pavarësisht sa numra kanë dhe pavarësisht se si flasin atë sallë, që është çuar aty dhe është arritur të kalohet. Fare nuk i fusin as në seancë. Dhe cila është vlera e atij parlamenti? Ai është parlamenti personal i Edi Ramës. Dhe unë po të them, atë që do bëjmë në parlament, atë që ne do bëjmë në parlament, po e bëjmë rrugëve të Shqipërisë. E kemi bërë për 108 ditë përballë zyrës së Edi Ramës, duke ja thënë Edi Rama ja hajdut, po e bëjmë duke mbledhur 50.000 firma për referendumin për shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe paketën e maleve, po e bëjmë në çdo debat televiziv, po e bëjmë në çdo shesh, në çdo cep publik. Ky ishte pyetja ime e radhës. Me njëherë sapo mbaruan zgjedhjet, ndryshe nga shumë informacione tjera politike, ju zgjodhët mos të merrni kohë për reflektim, por vazhduat me të njëjtin intensitet fushatën në një mënyrë, duke ndërtuar për 108 ditë të ngujuar natyrisht përballë parlamentit, përballë kryeministrisë, por natyrisht siç e thatë me të drejtë, duke lëvizur në gjithë Shqipërinë. Kujtoj këtu mbështetjen që u dha për naftëtarët, mbështetjet për grupet e tjera të interesit, madje ishit në koalicion me lëvizjen e punëtorëve të Shqipërisë. Një nga tre parë. Një nga pra në këtë sens mendoni se kjo ju ka favorizuar gjatë kësaj kohe, ndërkohë që të tjerët mund të kenë lënë terren bosh, duke qenë kaq aktiv, të jeni në formë si thua për zgjedhjet e ardhshme, duke filluar me testin e zgjedhjeve lokale që vijnë vitin që vjen. Nderuar zoti Kalemaj, fal. Duhet kemi gjë parasysh. Në lëvizjen tonë ne nuk na udhëheq xhelozia, mendimi i keq. Ne na udhëheq ideja çfarë mund të bëjmë ne më shumë. Besoj që unë nuk i ndjek fare rivalet, nuk mund të jetë gabim, nuk i ndjek. Sepse nuk dua të më interferojnë në ato që kam apo ato që ne themi. Ne duam të sillim modelin ton politik dhe modeli jon politik është që pas zgjedhjeve kur të gjithë u bën kundër, të gjithë pa përjashtim, çfarë bëm ne? Dolëm dhe bëm një tur falënderimi në të gjithë Shqipërinë dhe në diasporë. Me 20-30 veta kudo, modestisht. Çfarë bëm ne? Shkuam dhe u përballëm te kryeministria. Çfarë po bëjmë ne? Kemi zbritë qytetarë dhe po mbledhim 100.000 firma, jo firma interneti, jo like, jo. Firma që mblidhen me emër mbi emër, 10 të dhëna aty, kartë identiteti e fotokopjuar e firmosur, procesi vështirë. Dhe po e çojmë Shqipërinë për herë të parë në një proces referendar. Kemi nis një rrugë që në 30 vitet e fundit, 29 vitet e fundit, që nga kushtetuta e miratuar, nuk është bërë. Nuk di të them a mund të përkthehet kjo në më shumë vot, a besim, a në më pak. Unë nuk di të them. Ajo gjithë ditë të them me përgjegjësi të plot dhe me krenari shumë të madhe përballë çdo qytetari është nuk del dot sot një qytetar dhe thotë që Adriatik Lapaj ka gjuajt dikën në Bres, nga Trinjt. Thotë që Adriatik Lapaj është marrë me intrik, nuk e thot dot. Të thotë që Adriatik Lapaj ka hedhë balt ndaj atyre që janë të ndryshëm, nuk e thot dot. Të thotë që Adriatik Lapaj ka shpifur ndaj dikujt, nuk e thot dot. Të thotë që Adriatik Lapaj ka vendosur Shkopinë në rrota ndaj dikujt që e shes si rival të Trinjt, nuk e thot dot. Dhe kjo është krenaria ime më e madhe. Ne po mundohemi të japim kësaj republike një model të njerëzve që politikën nuk e shohin si ushqim hienash, si ushqim korbash, po e shohin si një mundësi për të dhënë idet e veta. Dakor, do t'i A do përkthehet kjo në mbështetje edhe më të madhe apo më të vogël? Ne
presim të shohim nga qytetarët. Kalojmë në një element tjetër. Ju e dini që kohët e fundit jam duke bërë përpjekje, është dhe forumi dialogut politik i Asimes e tjerë, të cilët janë munduar ta sjellin bashkë faktorët dhe aktorët opozitar për të krijuar mundësinë dhe për të rritur shanset e rotacionit politik. Në këtë sens, natyrisht, përpjekja e parë është për partitë parlamentare, pra për partinë tuaj, partinë Mundësia, duke qenë se Lëvizja Bashkë natyrisht nuk ka pranuar bashkëpunim me Partinë Demokratike, që është partia më e madhe e opozitës dhe ka dhe numrat në të janë. Duket që kemi disa përpjekje pozitive për të ecur para, sepse disa nga kërkesat tuaja publike janë pranuar nga Partia Demokratike dhe natyrisht për të negociuar me palën përballë. Të tilla si listat e hapura, që ka qenë kërkesa e hershme juaja, po dhe forcave të tjera politike, proporcionali, kombëtar. Pra ka disa elementa aty që koalicionet parazgjedhore. Koalicionet parazgjedhore, gjithashtu opozita të paktën ka kërkuar rritjen e numrit bashkive, ndërkohë që majoranca kërkon uljen e mëtejshme të tyre për të përqendruar pushtetin akoma më tepër, dhe është pastaj çështja e kompetencave të bashkive që janë hequr e tjerë. Pra duket që ju të paktën në këtë prizëm jeni në pozita të parafërta, apo jo? Çfarë pengon materializimin e bashkëpunimit formal mes aktorëve dhe faktorëve opozitar për të qenë akoma më të fortë në tryezën e negociatave? Ka një kurth në jetën publike, në politik. Kur je nga jashtë nuk e kupton, kur futesh brenda dhe të duhet marrësh vendime e ndjen në lëkurë. Kur thjesht dilema mes të qenit stoik, jo, dhe të ngjash shumë i fortë te publiku, apo nevojës për të shtyrë shoqërinë drejt ndryshimit dhe për të gjetur si ai Chelsea te ajo vrima kur e kërkon edhe derisa e gjet për ta hapur derën dhe për ta ndryshuar shoqërinë. Unë mendoj që njerëzit objektiv dhe ata që hyjnë në politik për ta ndryshuar jetën e vendit dhe jo për të mbajtur lart egot e veta, duhet të gjejnë ato formula të cilat nuk kanë ekstremitetet si mendësi. Sepse ekstremitetet krijojnë përçarje, ekstremitetet krijojnë fragmentarizim, ekstremitetet i krijojnë mundësinë pushtetit të ndjek parimin përçarje sundo dhe të rrinë pushtet, edhe duke bërë keq. Për këtë arsye, ne jemi munduar shumë objektivisht të jemi një lëvizje që nuk e ka jonë si përgjigje të vetën copy-paste, por e ka jonë si një përgjigje të fundit, pasi ka ezauruar të gjithë mendimin dhe rrugtimin intelektual të diskutimit me një gjë. Pra ne nuk themi jo a priori, sepse duhet thënë jo, se njerëzit duhet ta shohin që këta thanë jo. Por ne themi jo sepse gjykojmë pasi analizojmë se duhet thënë jo. Në kushtet aktuale, për shembull. Në këtë drejtim, në kushtet aktuale, është te logjikës që të mos kërkojmë që të bëhemi pjesë e imponimit të ndryshimit të sistemit zgjedhor. Do thoni ju, po nuk e arrini dot se s'keni numra. Ne bëjmë atë që kemi në dorë, se nuk është argument të thuash s'kemi numra dhe po rrim fare jashtë kësaj teme dhe ata të rrinë të bëjnë atë që duan. Ne duhet në sytë e publikut të bëjmë më të mirën tonë që njerëzit të dëshmojnë që këta njerëzit u përpoqën dhe ata u bën bashkë dhe nuk e lejuan. Dhe këtu ne kemi bërë një akt përfaqësimi politik, juridik të qytetarëve që na votojnë. Që kur të shkojmë në terren herës tjetër, nëse është realizuar kodi, tu të themi që po, fal votës tuaj u imponua dhe u realizua kodi, nëse nuk është realizuar, qytetarët ta kenë dëshminë që ne luftuam për ta realizuar. Nuk është zgjidhje për të ikur debati, zgjidhje është të imponosh argumentat në debat. Në rastin konkret, si mundet të rrim ne jashtë dhe të mos çojmë një propozim konkret ligjor në një forum qytetar, intelektual, pa e paragjykuar, për ndryshimin e kodit zgjedhor. A mund të bjem dakord njerë bashkë dhe me gjithë qytetarët? Ore, a na duhet një kod ne apo e kemi mirë këtë që kemi? Pyetja ishte ndryshe. Pyetja nuk ishte pse s'po bëni akoma më tepër përpjekje për të formalizuar bashkëpunimin. E kuptova unë, po do dal aty. E bëra parantezën se dua që njerëzit ta kuptojnë. Tani, pyetja që un kam për çdo qytetar këtu nga studio juaj i nderuar është: ore, e kemi mirë këtë kodin ne që kemi? Se po e kemi mirë, ku sa lodhemi, le ta mbajmë. Absolutisht jo, është definim. Ku do flet, nuk ka një njeriu, nuk dëgjoj një njeri normal në jetën e përditshme që të thotë që ky është një kod i mirë. Problemi që të gjithë thonë është kodi elektoral. 13 deputeti ka marrë shtesë, zoti Rama. Pra na duhet ta ndrojmë kodin. S'është vetëm është cilësia më shumë se vetasia, është shumë element. Tani, bjem dakord që na duhet ta ndrojmë kodin? Bjem dakord. Tani për të ndruar kodin sipas kushtetutës dhe kodit zgjedhor aktual, a na duhen 84 mandate deputet vota? Na duen. A i ka Adriatiku 84? Jo. A i ka ndonjë tjetër? Jo. Pra duhet që të dakordsohet? Po. Mund të kërkojë ndryshime kushtetuese është. Po,
rekomandimet e OSBE-ut dirit, a çojnë në drejtimin që ore për kodin, për rregullat e përbashkëta, duhet se jemi për rregullat këtu, nuk jemi për të ndarë tort. Duhet që të ketë një kohezion mendimi? Po. Atëherë çfarë po bëjmë ne? Ne kemi shkruar idet e qytetarëve tanë që na kanë votuar, i kemi hedhur në letër dhe i kemi çuar si propozim. Dhe unë po ta mbledh shkurt fare. Çfarë ti them unë tani 9267 qytetarëve në Fier që na kanë votuar ne me dinjitet, jo duke e bler votën, jo duke e kërcënuar, jo me vend e pune, si tu them unë atyre që janë mbi 4%, janë 5.1% e qytetarëve të qarkut Fier, si tu them unë atyre që unë nuk do hyj këtu dhe nuk do çoj një propozim që ju të përfaqësojeni herës tjetër. Po atyre 6200 në Berat, po atyre 6000 në Korçë, po atyre 6000 në Elbasan. Nuk njeri sepse nuk keni shoh propozime, domethënë, përkundërzi. Ka një shonga këta vërdau që thonë pse po e kërkon proporcionalin kombëtar me lista të hapura, se keni kërkuar dhe një prag. Po më gjeni ju mua raste të ngjashme që nuk ka prag. Më gjeni mua. Saktë ju keni imponuar uljen e pragut, se ishte 5% propozimi i Partisë Demokratike, ka shkuar në 4%. Po ishte 5, more, ishte 5 se merri si referencë Kosova, gjithë vendet e tjera e Kroacia dhe ne e propozuam te 4 për t'i dhënë një shans të gjithëve që 40% të vendeve të BE-s e kanë pragun 4 ose 5%. Ato që kanë proporcional kombëtar njërë. Edhe këto që e kanë 3, që ta themi të vërtetën më siç është. E ka Italia 3, po ka 12 rajone. Dhe kur ti ke prag në rajon, praktikisht pragu nuk është 3, është më shumë. Ë? Në këtë drejtim, ne po bëjmë gjën e drejtë, edhe me koston që dikush mund të dalë edhe të abuzoj duke krijuar populizmat e qytetarëve, duke u thënë shikoni këta po çojnë, po bashkëpunojnë, ku është bashkëpunimi? Po pse mo nuk na duhen rregulla? Ore, na duhet ne rregullat në këtë republikë për të ecur në rrugë. Një kod rrugor na duhet. Po zoti Rama e ka kushtozuar, të përvjet zotit Gjiknuri, kuptohet, çdo lloj bashkëpunimi, po, me një kusht të panegociueshëm sipas tyre që të ulet numri i deputetëve në 100 deputet. Një nga pikat që ne kemi çuar ne është 140. Tani ai luan me ndjeshmërinë e popullatës. Sepse nga që këtu parlamenti nuk ka prodhuar cilësitë e njerëzit janë e veritur, dhe thonë këta i marrin rrogat kot. Në fakt, qytetarët kur bëjnë analizën nuk duhet ta bëjnë me këta që janë sot. Duhet ta bëjnë me si duhet të jetë parlamenti. Ka një arsye pse numri i vogël e dëmton këtë republikë. Duket sikur kursen ca lek, kursen 10 milionë euro në 4 vjet. Po më fal. Po janë 20 milionë euro shpenzimet e avionit të qeverisë në 4 vjet, edhe biletat që kanë bëjnë këta lart e poshtë për botë. Duan të kursen, le të kursen aty. Shojnë si ka Kosova. 100 herë më të ulta. Si e dëmton Republikën kjo? E dëmton shumë kjo e lirë Republikën. Pse e dëmton? E para njerë ka një arsye pse ata që shkruan, babarët që shkruan kushtetutën e ideuan kështu. Dhe sa herë kemi hyrë në kushtetutë e kemi bërë keq. E kemi dëmtuar. E para është ulja e numrit e bën parlamentin të vogël dhe shumë të kapshëm nga grupet e interesit. Sa më i vogël numri i deputetëve, aq më të arritshëm janë deputetët nga grupet e interesit. Pra është më kollaj të bindesh, të lobosh, të kapësh 25 deputet apo 30 deputet që mund të përbëjnë shumicën e thjeshtë në rastet e uljes së numrit, se sa të kapësh 71. Është më lehtë kapësh 51 se sa të kapësh 71. Ulja e numrit, se po ashtu pa ta bëjmë me 30 deputet pastaj. Megjithatë ju sapo e thatë që 100% të ligjeve janë ligje me porosi dhe vina qeveria. Po, ore, doni të kursejmë fare. Ta bëjmë me 30 deputet. Me 12 deputet, 12 zona, 12 deputet. Kursejmë shumë. Jo, është kjo një përpjekje për të defaktorizuar gjithë forcat e tjera politike dhe kjo është një përpjekje për të përqendruar pushtet në duart e Edi Ramës, sepse numri sa më i vogël i deputetëve bën që të jenë sa më të kontrollueshëm. Nga ai që është në pushtet nuk ka kokçarje edhe brenda ojit, nuk ka kush i del kundër. Nuk ka surpriza, ka vetëm besnikët e vet. E dyta, e bën shumë të vështirë hyrjen e një të riu në parlament, sepse rritet shumë pragu i numri, do vesh 18.000, 17.000, 20.000 vota, e bën shumë të vështirë. Dhe Shqipërisë i duhet përfaqësim, nuk i duhet mbyllje. Në këtë drejtim është absolutisht një dëm shumë i madh. Të mos gënjehen kur u thon kursehen lek apo është numri i popullsisë, nuk është e vërtetë. Me miratimin e votës diasporës është rritur numri i votuesve potencial. Është 3.7 milion sot. Të thuash ti, kene fundi nuk votuan të gjithë, po mund të votojnë herës tjetër. Kështu që kjo është një manipulim që ai e përdor pasi keni besim se do shkoj, domethënë disa nga kërkesat tuaja që keni ngritur gjatë gjithë këtyre viteve, do të shkojnë drejt pranimit, paktën nga ata që kanë pjesën kryesore të 84 votave, që është Partia Socialiste, apo të 93 vota nëse do ndryshim ndryshime kushtetutëse. Shikom.
Ne kemi ndorë përpjekjen e vazhdueshme. Listi nuk rrëzohet me dhënë të goditur, thoshin gjyqëritan. Do një goditje të vazhdueshme. Por e mund të ndodhë që kur të vi koha për të rrëzuar listi nga goditjet e shumta, Adriatiku mos jetë më. Po nuk jam pishmën. Është lajm i mirë për shqiptarët, po që të presin 40 vjet tjera. Po jo mund mos jetë më në kuptimin jo biologjik më, mund të nuk e di më, mund të murem nesër, më nuk e di më, se mbaj do të rritni. Vim te kjo që pra, ne duhet mendojmë pozitivisht për vendin. Kjo që po ndodh tani, Tiku. Pra, po ndodh ajo që dhe media ndërkombëtare kanë dhënë emrin tashmë revolucioni Flamingo. Ndoshta ngjarja në vetvete është periferike apo duhet të ishte, por një pikë ujë derdhi kazanin, si thua, të pakënaqësisë popullore, pakënaqësi e cila shpreh ndaj korrupsionit në rritje, që bën duket gjithë raportet ndërkombëtare. Pakënaqësi ndaj oligarkisë. Pra, këtu rreth 30 oligarkë kanë kapur 95% të tenderave, edhe këto janë burime zyrtare. Pakënaqësi ndaj gjyqtarëve të shitur apo të blerë. Na dalin tani dhe gjyqtar pronar tokash aty që si rasti Zvënecit për shembull. Pra, janë gjëra kaq të dukshme, kaq të mëdha, që kanë mahisur kaq shumë plagët dhe problemet që ka ky vend, sa të vjen dhe mirë kur shikojnë që ky nervi qytetar nuk ka vdekur. Dhe mjafton një ngjarje si ajo rrahja brutale që u bë nga policia private e licencuar apo jo qytetarit, dhe njerëzit u derdhën në sheshe. Ne nuk e dim se si do përfundoj, kush do të fati këtij revolucioni, se dim nga revolucioni franceze mandej që të tjerë bëjnë, të tjerë gëzojnë, të tjerë përfitojnë. Po deri tani tregon një lloj sensibiliteti qytetar. A jeni befasuar ju personalisht dhe si forcë politike nga kjo gjë, dhe si mendoni se do shkoj kjo val pakënaqësie? Jo, nuk jam befasuar. Kam punuar çdo ditë që kjo të ndodh. Modestisht, pa kërkuar të marr asnjë vëmendje te kjo gjë. Kam dhënë modestisht dhe aty në shesh rri në një kam kërkuar protagonizëm, se mendoj që duhet lënë fluksi të vazhdojë të rritet. Po të tjerë ndërkohë kanë kërkuar protagonizëm. E kërkojnë po bëjnë gabim, për mendimin tim. Po bëjnë gabim. Duhet vëmë Republikën të parë. Dhe modestisht do vazhdoj të jem aty në shesh derisa të jem. Ka ndonjë dhe që mund të mendoj që ore mos hajdeni fare, po tani ne duhet të përfaqësojmë ata njerëzit, se po s'vajte thonë i shërben oligarku, të ke frikë të flasësh, apo s'është kështu. Tani kam besuar gjithmonë që do të ndodh. E kam besuar që në 8 dhjetor kur dola aty. Dhe po ndodh në një mënyrë eksaktësisht siç e kam pas në mendje, duke thënë nën flamurin kombëtar pa flamuj partish. Dhe jam i bindur që duhet dorëheqje e qeverisë dhe qeveri tranzitore. Nuk duhet shkuar në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. Kurse si, do të jetë gabimi më fatal i shoqërisë tonë. Nëse ne shkojmë në zgjedhje të parakohshme, që me gjasa do ndodh, me Edi Ramën kryeministër, do të jetë gabimi më i pafalshëm i shoqërisë tonë në këto 35 vite. Zoti Rama ka kërkuar një përfaqësi për rreth 20 vetash, të cilët të dalin të flasin kush janë kërkesat kryesore dhe si të përkthen në artikulim politik, sepse ne kemi pa lloj-lloj fjalimesh aty. Me zotin Rama duhet ketë vetëm një kërkesë. Dorëheqje dhe qeveri tranzitore e përbërë nga intelektualet më të mirë që kemi, dhe për 12 muaj të krijohet një qeveri tranzitore që të organizohet zgjedhjet e para të lira dhe demokratike në vend. Nëse shkohet në një palë zgjedhje me Edi Ramën, do të jetë gabim fatal. Unë nuk kam në dorë gjithçka. Unë kam në dorë mendimin. Sepse shkuarja me të si drejtues i ekzekutivit do ta bëjë që ai të shfrytëzojë çdo kapacitet të shtetit shqiptar, çdo para, çdo potencial të krimit, duke i krijuar avantazhe me policinë e shtetit. U bë njëra pas çadrës pashës. Do të qe fatale, po të them, sepse ai do dilte nesër dhe do thoshte u thash, ja populli foli sërish. Dhe do të qenë një rikonfirmim i tij përballë drejtësisë, përballë ndërkombëtarëve, përballë gjithçka, një vrasje përfundimtare e frymës së reagimit. Po si ti punohet, cila do ishte receta juaj tashmë, jo vetëm si kryetar partie politike, por edhe si një aktivist, qytetar dhe si një njerëz që e njeh politikën? Cila do ishte forma dhe mënyra për t'ju imponuar zotit Rama pikërisht të gjë që sa po thatë? Çdo njeri që është në shesh duhet kuptojë që nuk ka monopolin e sheshit. Nëse dikush mendon që e ka, bën gabim. Çdo njeri duhet mendojë që njerëzit aty janë se është derdhur ajo gota e pikave të ndryshme që janë hedhur, dhe pikat janë hedhur gjatë gjithë këtyre viteve. Dikush me një protestë, dikush me një tjetër, dikush është ajo pika që e derdhi tani. Senatorët, naftëtarët, grupet e ndryshme nga rjolli në... Askush nuk duhet mendojë që mund të vendos bileta apo përjashtime për dikë. Duhet kushdo të ftohet.
duhet të gjithë aty. Sigurisht, njerëzit e zgjuar që kanë dhe peshë publike duhet jenë modest, duhet jenë aty, flasin me prezencën e tyre, nuk kanë nevojë për, por nga ana tjetër e thash, duhet në çdo rast Edi Rama të dorëhiqet dhe të krijohet një qeveri tranzitore për bërë nga intelektualët më të mirë që ne kemi për 12 muaj dhe vendi të shkojnë zgjedhjet parakohshme të lira dhe demokratike. Kjo është zgjidhja. Zoti Lapaj, po të shikojmë protestat e studentëve në Serbi përballë Vučićit, kanë një element që i bën të suksesshëm. Sepse dhe atje partitë politike kanë qëndruar ose ku janë dashur të përzihen me ato elementet e tyre, ndonjëherë turbofolk, ndonjëherë ultranacionalist, më shumë kanë prishur punë se sa kanë ndrequr. Po studentët janë përmbajtur një pikë se atje u desh një gjë për ta derë Dukazanin, që ishte akti korrupsionit që vrau 17 persona. Dhe pika që ata kanë kërkuar ndaj Vučićit e pa negociueshme përveç çdo rreqës së tij natyrisht, ka qenë respektim i ligjit, shteti së drejtës. Absolutisht. A mendoni që në Shqipëri do kishte sukses protesta po të përqendrohej pikërisht në këtë gjë? Sepse kjo është themra e akilit. Me këtë ka të bëjë korrupsioni, krimi organizuar, kapje shtetit, pastrimi paras. Absolutisht po. Kjo është arsyeja pse ne kemi para se të niste protesta, ju drejtuam KQZ-s për të marrë miratimin për mbledhjen e 100.000 firmave, 50.000 për njërin, 50.000 për tjetrin, për shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe ligjit për paketën e maleve. Sepse mendojmë që shoqëria dhe shteti ndërtohet juridikisht. Nuk e ndal dot ti abuzimin nëse nuk shfuqizon ligjin, sepse sa ko bëhet në bazë të një ligji të miratuar në parlament, ai projekt shkon përpara. Nuk e ndal dot. Thjesht nuk e ndal dot, mund të ndalësh të ardhmen. Pra mund ndalësh që të vazhdoj dëmtimin në të ardhmen. Dhe shfuqizimi i këtyre ligjeve përmes referendumit, duke thirrur për herë të parë një akt të demokracisë së drejtë për drejtë, ku qytetari ta shfuqizoi ligjin e gabuar të miratuar nga i zgjedhur i tij, është absolutisht një akt juridiko-politik shumë domethënës dhe shumë i drejtë. Sa besim plot jeni që do ja dilni, sepse ju e thatë vetë që s'kemi histori suksesshme në lidhje me këtë, me përpjekjet për referendum. Në fakt, ne si grupim kemi një CV në këtë drejtim, është ligji për votën e diasporës. Kur nisëm mbledhjen e firmave atëherë, këtë më thoshin që nuk i merr njëri parasysh, kot sa i mblidhni. E vërteta është që ajo histori u imponua dhe u morën parasysh. Në rastin e referendumit është edhe më konkrete. Pse? Në rastin e një nisme ligjore, firmat në vetvete si projekt ligj shkojnë në parlament, duhet parlamenti ta votojë. Pra ti në fund je në dorën e atyre gjithsesi. Në rastin e referendumit, plotësimi i 50.000 firmave bën që çështja të shtrohet për votim në popull, jo më në parlament, nuk ka më punë parlamenti. Pra nëse ne bëjmë 50.000... dalë KQZ aty bllokoj qëllimisht, thotë jo po kjo firmë është e lishme, jo po kjo nuk është, jo po s'ka. Dhe një, nuk ka si ti bllokoj, për një arsye shumë të thjeshtë. Ne me përgjegjësi të plot jemi duke i mbledhur firmat në një mënyrë të tillë që nuk del dot të gjë i qoftë dhe një të vetëm që nuk ish marr firma, sepse po dokumentohet çdo mbledhje firme. Po dokumentohet me dokumentacion të qartë vullneti. Po firmos formularin, po firmos kartën e identitetit, po jep kartën e identitetit fotokopje dhe të firmosur. Më kupton ç'po them? Nuk është lajm, kur ka gjasa të ndodh mbledhja e firmave sipas parashikimit. Ritmi është shumë i mirë. Pushteti sot ka rrethuar sheshin Skënderbej, se ne aty po i mblidhim te kua Sahatit. Ritmi ka qenë shumë i madh, ne jemi zhvendos, po do rikthehemi aty. Jemi zhvendos te Pedonalia, ka qenë një ritëm 1500, 1400, 1700 në ditë. Keni parasysh që mbledhja aty nuk është thjesht firmë, është një proces shumë i ndërlikuar i dokumentimit, që kush do të shkoj do ta vërtetoj këtë që po i them. Ne po bëjmë një proces aq rigoroz dhe unë të them ne nuk do të çojmë 50.000 firma, ti je i bindur për këtë, ne do të çojmë shumë më shumë se 50.000. Nuk po e them numrin se nuk dua që ti të dalë jo i vërtet në fund, por unë siguroj që do të çojmë shumë më shumë se 50.000 për çdo projekt ligj, që të mos ketë asnjë shans askush të kontestojë ndonjë firmë. Edhe nëse kontestoi 5 firma, ka 5.000 të tjera atje gati. Kështu që unë mendoj që referuar kuadrit ton ligjor dhe kushtetues, vendi vitin tjetër me shumë gjasa do të shkojë në referendum. Për gëzime, sepse këto janë akte politike që vërtet i vlejnë shoqërisë dhe flasin shumë më tepër se retorika, duke qenë se jemi gati në fund të emisionit për shkak të kohës televizive, si parashikoni zgjedhjet e ardhshme lokale, a do dali Shqipëria bëhet si forcë e mëvetshme politike, apo do i bashkangjiten si rasti
shumë Florian Binaj që ju e mbështetët publikisht nëse do kishte pas zgjedhje në atë kohë, pra do mbështesni një kandidat opozitës, themi politika apo jo politik pastaj. Shqipëria bëhet, do të shkojë në zgjedhje me dinjitet, ne po punojmë me strukturim, ne po punojmë me kandidatët, ne do të shkojmë në zgjedhje të vetëm. I 61 bashki. Ne do të garojmë për këshillat në të 61 bashkit, ndërkohë për kryetarët e bashkive është një vendim që do të merret nga Këshilli Kombëtar në vazhdim. Nuk po e them sot, por do ta bëjmë publike në vazhdim. Ne jemi forca e tretë politike në vend, referuar numrave të votuesve, e përpasoj duhet përfaqësojmë vullnetin e tyre. Ne do të garojmë në të gjitha këshillat bashkiak dhe jam i bindur që do të marrim një rezultat shumë të mirë dhe do ta dëshmojmë sërish që do të marrim e përsi në raport me gjithë të tjerët, në raport me rezultatin e zgjedhjeve. Dhe jam i bindur që do të jetë pastaj bazamenti drejt zgjedhjeve të ardhshme politike për të bërë një rezultat të jashtëzakonshëm edhe në numër mandatesh, sepse në numër votash qerën e parë nuk qej vogël. Për Këshilla Bashkiake është një përpjekje lavdërueshme për të rikonfirmuar si forcë tretë politike sikundër ju e thatë, po për kandidatët për Kryetar Bashkia ndoshta është e parakoshme që të merri vendimin tani afër, ndërkohë që kemi një vjesht gjatë politike përpara dhe ndoshta strategjia më mirë opozitare do ishte me kandidat unifikuar, të cilët do kishin shans më të madh për të fituar. Ne nuk po nxitohemi. Jemi një forcë që, siç ta thash, nuk e kemi qëllim në vetvete. Nga ana tjetër jemi një forcë që duam të adresojmë dhe momentin shoqëror dhe nevojën e vendit për ndryshim. Dhe në këtë drejtim do të marrim vendimet e duhura në kohën e duhur. Për këshillat ne do të garojmë në të gjitha këshillat bashkiake. Për bashkit duhet keni parasysh që ka bashki që në këto zgjedhje kemi pas 15% votave. Bashkinë Dimal ne kemi pas 15% votave. Po është pa mjaftueshme që kandidati juaj të zgjidhej. Jo, dua të them janë 15% e votave. Në Bashkinë Cerrik kemi 13.6% e votave. Në Bashkinë Konispol 13.6% e votave. Po kjo mund të ishte një mënyrë që ju të imponoheshit opozitës bashkuar me disa bashkit ku nuk keni avantazh numerik për të pasur kandidatët tuaj. Ajo që ne dim është që në këshillat bashkiake do të garojmë në të gjitha. Në bashki do ta vendosim në raport dhe me vendimet e Këshillit Kombëtar dhe me mendimin e qytetarëve tanë në çdo bashki. Ne jemi njerëz objektiv. Shiko, ka diçka. Vendi ka nevojë për zgjidhje. Nuk ka nevojë për ego. Po në 2100-ën mundet kushdo që sot çohet nga gjumi ta mendoj që mund të arrit të bëjë ndryshimin. Puna është që në 2100-ën ne të dy nuk kemi më, ndoshta edhe fëmijëve tanë u ka ardhur fundi i vajit të kandilit të tyre. Kështu që të shpresojmë që shumë më përpara asaj të kemi hyrë në Bashkimin Evropian, kemi realizuar reformat e duhura dhe Shqipëria të bëhet. Bashkimi Evropian është një koncept që duhet ta bashkojmë dhe ta ndërtojmë në Shqipëri. Shumë e rëndësishme. Hyrja në institucione ndërkombëtare thjesht për gjeostrategji mirë është, por nuk është shumë mirë. Kemi hyrë në NATO, kemi 18 vjet, 17 vjet sa u bën, po edhe nuk kemi një ushtri si do donim ta kishim. Faleminderit Adriati Klapaj për bisedën e sotme. Munduam të trajtojmë një gamë të gjërë çështjesh, duke filluar nga betejë e fundit elektorale Shqipëria bëhet, të rrugtimi politik Adriati Klapajt, deri te betejë e fundit e revolucionit Flamingos, pra derdhja e njerëzve në shesh për të kërkuar ndryshim të status quo-s dhe natyrisht si parashikohen lëvizjet e ardhshme të Shqipërisë bëhet dhe të opozitës shqiptare përballë pushtetit të qeverisë socialiste. Miru ta kofshim puntatën e radhës.